Në emër të Mamëdheut dhe të Pushkës, po ju them dy fjalë sot. Liri, avdeki. Të gjithi dim batutat e tyre. Të gjithi mbajmë mend skenat ikonike. Por, a e dini se kush fshihej pas kameras? Kush ishte regjisori që u dënua nga censura? Apo ajo grua që e vetme krijoi një univers për fëmijët tanë? Në këtë video, kemi renditur 10 mjeshtrat e mëdhenj të kinematografisë shqiptare. Disa e njihni mirë, por disa të tjerë do t'ju surprizojnë me historitë e tyre të pabesueshme prapa skenave. Kush është mbreti i padiskutueshëm i ekranit shqiptar? Le ta zbulojmë së bashku. Rrugëtimin tonë e nisi me Saimir Kumbaron, një regjisor që guxoi të shihte përtej fasadës së kohës. Kumbaro dallohet për një stil unik që ndërthu realizmin e ashpër me një satir fine, duke kthyer kamerën në një mjet për të zbërthyer karakterin shqiptar. Kush mund ta harrojë atmosferën e provincës te koncert në vitin 1936, apo thyerjen e madhe të heshtjes te vdekja e Kalit? Edhe pse e njohim për filmat artistik, Kumbaro është një vëzhgues i palodhur i jetës reale. Ai ka realizuar mbi 90 dokumentar, duke u bërë një nga arkivistët më të mëdhenj të realitetit ton tranzitor. Në vendin e 9 kthehemi te Zanafilla me Hysen Hakanin. Si një nga studentët e parë të shkollës prestigjioze të Pragës, ai solli në Shqipëri gramatikën e parë të regjisë profesionale. Stili i tij ishte epik dhe edukativ, me një fokus të veçantë te forca e masave dhe roli i individit në histori. Me kryevepra si Debatik dhe Toka Jon, ai nuk bëri thjesht filma, por krijoi heronj që frymëzuan breza të tërë. Hakani mban vulën e historisë si regjisori i filmit të parë artistik me metrazh të shkurtër në vendin tonë, duke provuar se Shqipëria kishte talentin për të bërë kinema të mirëfill. Vazhdojmë me Kujtim Çashkun, një kineast që shndërroi filmin në një platformë për mendimin e lirë. Stili i tij është thellësisht intelektual, indikuar nga një frymë europiane që vë në qendër të drejtat e njeriut dhe dinjitetin e individit përballë pushtetit. Filmat e tij si Dora e ngrohtë dhe Kolonel Bunker janë dëshmi e një artisti që nuk hesht. Përtej kameras, pasioni i tij për arsimimin e të rinjve e çoi atë drejt hapjes së Akademisë Marubi, shkolla e parë që u dha mundësinë regjisorëve të rinj të ëndërronin në formatin e madh. Në vendin e 7 nuk kemi një, por dy emra që janë të pandashëm si vetë drita dhe hija në ekran: Kristaq Mitro dhe Ibrahim Muçaj. Ky çift regjisorësh bëri atë që pak kush e arrin, ata shkrin dy mendje në një vizion të vetëm. Nga epika drithëruese e Lirja vdekje, ku mali dhe pushka bëhen personazhe, deri te eleganca e apasionatës, Mitro dhe Muçaj na treguan se kinemaja është një bashkëbisedim i përjetshëm. Ata nuk ishin thjesht kolegë, por arkitektët e një stili që e ktheu historinë shqiptare në një emocion të paharrueshëm për çdo spektator. Kristaq Dhamo është njeriu që shkroi faqen një të librit të kinematografisë son. I shkolluar në Budapest, ai solli një strukturë të fortë dramatike dhe një rregull profesional që u bë shkollë për të gjithë. Me kryeveprën Tana, ai jo vetëm realizoi filmin e parë me metrazh të gjatë, por na dha edhe Qortimet e vjeshtës, një film që shkëlqen për nga atmosfera. Përveç se regjisor, ai ishte mentori i vërtet i kinostudios, njeriu që përgatiti kurset e para profesionale dhe i dha dorën çdo talenti të ri që trokiste në portat e artit. Në mesin e listës son gjejmë një gjeni poliedrik, Muharrem Feyzon. Për Feyzon, filmi ishte një zgjatim i skulpturës dhe pikturës. Stili i tij është plastik, i gjallë dhe shumë njerëzor, duke kaluar me lehtësi mahnitse nga humori i komedisë Kapedani te pesha historike e mësonjëtores. Rrugëtimi i tij nisi nga thjeshtësia. Ai punoi si grimior dhe asistent, duke mësuar çdo hije të fytyrës së aktorit përpara se të merrte në dorë timonin e regjisë, çka e bëri atë një njohës të shkëlqyer të karakterit shqiptar. Vendi i 4 mban emrin e të vetmes grua në këtë elitë, por që peshon sa të gjithë. Gianfise Keko krijoi një zhanër që nuk ekzistonte, filmin për fëmijë. Stili i saj ishte i sinqert, pas forcime dhe me një ndjeshmëri që i lejonte fëmijët të ishin vetvetja para kameras. Kush nuk ka qara apo qeshur me Beni Ecën vet apo Tomka dhe shokët e tij? Ajo ishte regjisorja jonë e parë që theu kufit e censurës dhe ideologjisë për të fituar çmime në Itali, në festivalin e Gifonit, duke dëshmuar se gjuha e fëmijërisë është universale. Në podiumin e fituesve, vendi i tretë i takon Viktor Gjikës. I diplomuar si operator në Moskë,
Ai nuk gjironte thjesht skena, ai pikturonte me dritë. Stili i tij dallohet për një forcë emocionale që të mbërthen, duke krijuar imazhe që mbeten në kujtesë si monumente. Nëntori i dytë është himni ynë vizual, ndërsa General Gramafoni mbetet një poezi për qëndresën dhe artin. Që në vite studentore talenti i tij u pikas në nivel botëror, kur filmi i tij i diplomës fitoi çmimin e parë në Holand, duke paralajmëruar karrierën e një mjeshtri të përmasave europiane. Vendi i dytë është për Piro Milkanin, regjisorin që solli dritën e Pragës në rrugicat e Korçës dhe Tiranës. Milkani ishte mjeshtri i elegancës dhe mirësisë njerëzore. Ai krijoi personazhe që ne i duam si njerëzit tanë të shtëpisë, siç është rasti i Olgës te zonja nga qyteti. Nga projektet epike si Ball për ball te ato nostalgjike si Trishtimi i zonjës Schneider, ai tregoi se filmi është mbi të gjitha dashuri. Milkani ishte një kozmopolit i vërtet. Ai nuk ishte vetëm pas kameras, por interpretoi si aktor në filma italiane grek, duke shërbyer si një ambasador jashtëzakonshëm i kulturës sonë. Dhe në krye të këtij rrugtimi qëndron ai, Dimitër Anagnosti. Nëse ka një emër që përfaqëson perfeksionin, ai është Anagnosti. Çdo kuadër i tij është një kryevepër kompozimi. Ai nuk linte asgjë në dorë të rastësisë. Nga skenari që e shkruante pothuajse gjithmonë vetë, te drita që duhet të binte mbi aktorin. Lulëkuqet mbi mure është ndoshta filmi më i përsosur teknikisht dhe artistikisht i historisë sonë. Ndërsa përrall nga e kaluara tregoi se ai mund të zotëronte edhe humorin me të njëjtën elegancë. Anagnosti ishte një njeri i paepur. Ai shpesh u përball me kritika nga mediokriteti i kohës sepse refuzonte të bënte kompromise me cilësinë e artit të tij, duke mbetur deri në fund poeti i dritës. Kjo ishte lista jonë me 10 korifenj të kinemas shqiptare. Njerëzit që bën historinë me dritë dhe hije. Po për ju, kush është regjisori që ka lënë gjurmë në kujtesën tuaj? Na shkruani në komente filmin që nuk lodheni kur duke e parë.